Sapo kemi hyrë në ambientet e brendshme të Muzeut Arkeologjik të Durrësit dhe ndodhem me arkeologe Nejda Çekrezi që do të na bëjë sot një tur në këtë muze që na tregon disa periudha të ndryshme historike dhe do ta nisim nga prehistoria apo jo? Po, kemi artin e të punuarit nga antikiteti dhe na kanë ardhur deri në ditët e sotshme. Pra kuptojmë kulturën dhe historinë që kanë pasur paraardhësit tanë. Cilët janë objektet më të vjetra në muze? Kemi në periudhën e neolitit, kemi në periudhën e bronzit dhe në periudhën e hekurit, element të ndryshëm të gjetur. Objektet e para kemi prerëset që janë të vendosura me numrat 1, 2, 3 të ekspozuar në muze, më pas kemi çekanët e gurit dhe patjetër keramik të ndryshme për përdorim të përditshëm. Ndërkohë që në periudhën e bronzit kemi sapata dyteshe dhe më pas për të kaluar po, patjetër të përdorimit të përditshëm. Dhe këtu sigurisht që kemi edhe sapata të periudhës së hekurit, por edhe maja, heshte dhe shigjeta që kanë qenë përdorur patjetër edhe për pjesën e luftimit ose për gjatë, për gjueti. Është vendosur edhe një hartë për vizitorët të ndryshëm për të kuptuar edhe vëndgjetjet e periudhave të ndryshme. Aktualisht ndodhemi në një stand tjetër të muzeut që paraqet edhe kjo periudhën arkaike ose pjesën shekullin e 6 dhe patjetër pjesën e kolonizimit të qytetit dhe kemi fragmente të ndryshme nga tempuj. Pra kemi artefiks ose kokoreje që është pjesa e sipërme dhe element të ndryshme akroter apo zbukurimor me motive lulesh apo qofte edhe proton që është me kokën e luanit. Dhe këto janë element të ndryshëm të cilët përdoreshin në pjesën zbukurimore të tempujve në periudhën arkaike. Pasi ndikimi patjetër i kolonisë greke ndihet edhe në këto tempuj dhe ndihet që janë përqafuar edhe nga elementi vendas, pra kultura ka pasur një shkëmbim ndërmjet kulturave të, le të themi, të huaja ose ndikimi grek me elementin vendas që janë ndërthurë me njëri tjetrin. E së njëjtës periudhë është edhe Perëndia Artemis. Perëndinëria Artemis e kemi një periudhë pak më të vonë se sa shekulli 6, por patjetër me ndikimin e elementit grek edhe në atë që është përqafuar pra nga elementi vendas, pra qytetarët e qytetit të Epidamnit antik. Pra është përqafuar dhe Artemisës dhe kemi admiruar nga Po, ishte admiruar, pasi kjo e tregon edhe keramika shumë të gjetur në tempullin e Artemisës, mbi 2 ton objekte të dhëna si dhurata për tempullin e Artemisës. Pra qytetarët lenin diçka për të pasur të mira në tempull. Dhe kjo tregon edhe devotshmërinë në një farë mënyre që kishin qytetarët e antikitetit, qytetit të Durrësit, për tempullin e Artemisës. Sa befasues ka qenë për arkeologët ky zbulim, pra të gjesh një sasi të madhe të keramikës në një vend? Besoj se patjetër për arkeologun ose e qytetit Durrësit që ka zbuluar tempullin e Artemisës, që është arkeologu i famshëm i qytetit Durrësit Vangel Toçi, patjetër që ka qenë një ndër zbulimet, pasi ai ka zbuluar shumë objekte të rëndësishme në qytet, por një ndër më të rëndësishmet patjetër sepse të gjesh tempull dhe me aq shumë tonelata artefaktesh në objekt, pra patjetër që ndikon shumë edhe i jep një të dhënë më shumë për të plotësuar puzzle-in e historisë dhe të dhënave historike për jetën e qytetit, pra mënyrën se si ato jetonin, se çfarë besonin, rrugët, pra jeta e përditshme që kryenin njerëzit. Dhe për arkeologun patjetër që qoftë edhe një gjetje fare e vogël, qoftë edhe një monedhë apo diçka e vogël, është një dhënë shumë e rëndësishme. Dhe me që e përmendet arkeologun Vangel Toçi, ky muze sot ekziston dhe është ky që është edhe falti apo jo, arkeologu më i rëndësishëm i Durrësit që ka bërë zbulime befasuese dhe që vlen për të treguar këtë vijimësinë e historisë së qytetit.
Po, patjetër, është një nga elementet kyç ose babai i arkeologjisë të qytetit të Durrësit, e thënë ndryshe, një nga figurat emblema patjetër edhe të qytetit, i cili ka ndikuar në hapjen e muzeut të parë arkeologjik në qytetin e Durrësit në vitin 1951, në zbulimin e amfiteatrit, në zbulimin e termave, në zbulim të tempujve të ndryshëm në qytetin e Durrësit. Dhe do të vijojmë me periudha të tjera dhe me zbulime të tjera, jemi këtu në disa gur që lidhen me vdekjen, apo jo? Po, patjetër, këto janë stela varri ose relieve funerare dhe në këto kemi momente të përshkruara nga momentet të skenave të ndarjes, pra nga jeta, pra kur personi ka ndëruar jetë dhe është duke lënë fjalët e fundit të afërmëve të tij para kalimit për në jetën e përtejme. Pra është një mbishkrim një skulpturë e cila na jep të dhëna se si perceptoi në antikitet pra ndarja e jetës dhe ndarja me familjarët nga kjo jetë për të kaluar në jetën e përtejme. Dua të ndalemi tek dy buste grash të shekullit të 3 dhe të 2 para erës sonë, të cilat janë autoktone ilire. Po, dallojmë që kemi veshjen tipike ilire, e dallojmë nga mënyra se si është përpunuar guri dhe dallojmë elementë cilët janë të përcjellur deri në ditët e sotme, për shembull mënyra e stilimit të flokëve, veshja, vendosja e shallit në pjesën e sipërm dhe elementë të ndryshëm zbukurimor dhe patjetër që kuptohet është edhe mbishkrimi që mbajnë këto stela funerare ose busta. Kemi emrat e tyre, kemi Kletia e Aristomenës dhe kuptojmë që busti i kushtohet pra këtij personi. Pra pikërisht nga këto mbishkrime ne kuptojmë emrin e personit, nga çfarë ka vdekur në disa raste, sa të dhëna na jep elementi i gjetur. Pra me anë të këtyre ne ose arkeologët arrin të zbulojnë të dhëna bazë duke mbështetur pastaj edhe në elemente të tjerë të cilët janë përcjellur edhe në ditët e sotme. A zbulojmë edhe periudhën kur ato kanë ndërruar jetë, sepse këto buste duket sikur janë vajza të reja. Patjetër që arrin të zbulosh edhe periudhën, pasi siç e thash edhe pak më sipër, çdo periudhë ka elementet e saj të mënyrës edhe të varrimit se si varrosej një person.